Hoxh, po flitet se pranimi dhe stimulimi i homoseksualëve dhe transgjinorëve do të përfshihet në shumë programe. Si t'i bëjmë ballë kësaj propagande? E para ne duhet edukojmë muslimanët sakt. Muslimanët dhe muslimanet duhet jenë të sakt. Problemi është që një pjesë e muslimanëve po dobësohen. Dhe muslimanët e dobët nuk do kenë mundësi që të përballen me këta njerëz që mbrojnë paturpsinë dhe përhapin veprat e ulta, punët e turpshme dhe kërkojnë denatyrimin e njerëzit. Ndërsa nëse muslimanët dhe muslimanet do kenë familje, femrat do shërbejnë si nën familje, si edukatore, do kujdesen për fëmijët. Nëse do falen namazin, nëse do kenë mulesën, nëse do ruajnë fëmijët që të mos degradojnë, mos prishen, nëse do kemi përparësi ahiretin, nëse do të jemi devotshëm, do kemi frikë Allahut, do i zbatojmë detyrat e fesë, do ruhemi nga gjunahet. Kjo është mënyra më e mirë për të ballafaquar me këta njerëz të këqij. Ne të jemi të saktë, jemi besimtarë të mirë, ne të jemi të moralshëm. Sepse, alhamdulillah, muslimanët kanë shtrirë në gjithë shoqërinë. Pothuajse në çdo fis ka njerëz besimtarë, alhamdulillah, besimtarë muslimanë. Dhe nëse ne do të jemi të saktë, ne do të japim mësimin më të mirë këtyre njerëzve. Ama nëse muslimanët dobësohen, për shembull, gratë që kanë qenë me shami të saktë tashmë, po dobësohen një pjesë, po them gjitha, po një pjesë. Alhamdulillah ka hajër, ka mirësi. Dhe femrat që janë me shami po shtohen, po një pjesë po dobësohet. Vishen me shall, me të ngushta, një pjesë, domethënë pak femra po heqin dhe shamin. Një pjesë e vajzave të rritura në gjirin e familjeve të devotshme fetare islame janë dobësuar në fe. Dhe mund të jenë prej vezave, problemeve shoqërisë. Edhe një pjesë e djemve gjithashtu po dobësohen. Nëse domethënë veprohet në këtë mënyrë, atëherë mund të themi që kështjella rrezikohet nga mrena. Muret e kështjellës janë të dëmtuar. Atëherë këta njerëz të këqij arrin që të debërtojnë familjet tona. Dhe familjet tona nuk do të jenë shembull pastaj. Kështu që kjo është pika kryesore ku ne duhet të përqendrohemi. Sepse nëse ne themi fjalë, mirë po, nëse unë nuk jam shembull, kush ta pranon fjalën? Unë do të jap, domethënë femra do të japin shembull si nënë, si edukatore. Duhet të respektojmë burrat. Apo flasim që burri, domethënë gruaja do ta njohë burrin si të parën familje, do ta respektojë atë. Burri është përgjegjës për familjen, për drejtimin e familjes, për zbatimin e ligjeve të Allahut të rrethuar në familje. Pra, çështja e parë është që ne zbatojmë fenë dhe ne durojmë fenë e Allahut. Ne tregojmë qëndrueshmëri në fe. Ne të kemi përparësi ahiretin. Kjo është pika kryesore për t'i thyer. Allahu thonë në Kur'an: "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a." Nëse ju do të duroni dhe një nga format e durimit është qëndrueshmëria në fe, dhe do keni frikë Zotin, do i plotësoni detyrat që u ka caktuar Allahu, do falim namazin, do respektojmë prindrit, do respektojmë drejtat bashkëshortore, do respektohet nana, do kujdesin për fëmijët, do të edukojnë fëmijët, femrat do të jenë mulesë. Kjo është takuaja. Gjitha këto e përfshin takuaja. Kurthet e tyre, thotë Allahu i lartësuar, nuk do t'ju dëmtojnë juve as pak. Nëse muslimanët do kenë familje të sakta, kurthet e kafirave, planet e tyre nuk mund të veprojnë kundër nesh. Do shbohen, do shkatrohen. Se e ka marrë përsipër Allahu i lartësuar diçka tillë, e ka garantuar Allahu, siç e ka thënë në këtë ajet Kuranit. Por kjo është pika e parë. Dhe unë vrej që një pjesë e muslimanëve e kanë këtë problem. Nuk janë shembull. Dhe nuk përpiqen që të jenë shembull. Ndaj thirrja parësore që duhet u bëhet muslimanëve që e kanë këtë shqetësim, po flasin tani për çështjen e barazisë gjinore, për parasitës, për parsohet e saj, ku duhen me shku me këtë shoqëri, ku duhen me arritur. Vërtet është shqetësim i madh. Themi, ti kthehemi vetvetes. Ti jemi shembull. Kjo është e parë. E dyta, përpiqemi të ndërgjegjësojmë njerëzit. Ti ftojmë në islam, ti ftojmë të jetojnë si musliman, të ndërtojmë familjen si musliman,
ta bëjnë jetën bashkëshortore si musliman, t'i njohim me drejtën që ka caktuar Allahu, të respektojmë moralin, t'i ftojmë ta njerëz, edhe do ketë mirësi inshallah taala. Me lejnë Allahut.